Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të sjellur pranë jush lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Fillimisht dua të ndaloj tek një dyshe, tek një çift që në fakt unë e them me plot gojë na kanë fasionuar, unë e them me plot gojë na kanë bërë për vete. Unë e them me plot gojë na kanë bërë që ne t'i duar trokasim, t'i duam, të jemi pranë tyre, të jemi me to. Flas konkretisht për çiftin Selimbo. Selina dhe Gimbo janë një dyshe që do ta them që dallojnë nga të tjerët. Dallojnë sepse mendoj që Zoti kur e krijon njeriu në këtë univers, me patjetër që e krijon me një klon të vetin. Tani kemi klon të ngjajshëm në fytyrë, por kemi dhe klonin ton shpirtëror, që është ky kloni që na ngjason shpirtërisht. Dhe Selina dhe Gimbo janë aq të ngjajshëm shpirtërisht, sa që këtu unë e kam thënë gjithmonë, sa që në të vërtet na bëjnë që të mendojmë, ore, këto janë motor e vlla, apo janë i dashur dhe e dashur. Çfarë janë këto në thelb? Do të thënë, çfarë përfaqësojnë këto në thelb? Dhe realisht kanë aq kimi të bukur, sa që duhet të themi mashallah, se i marrim sysh, që shkojnë në një formë të jashtëzakonshme me njëri tjetrin. Tani Selina dhe Gimbo, ndryshe nga Mateo dhe Brikena që fola vetëm një orë më parë, janë një dyshe që kanë përzgjedhur që të fokusohen tek arti i tyre, që kanë përzgjedhur të fokusohen tek jeta e tyre dhe që kanë përzgjedhur të fokusohen një herë tek njohja, tek pushimi. Do me thënë, Selina dhe Gimbo ne të gjithë i prisnim që do t'jenë pozicionuar në një nga mediat më të fuqishme shqiptare, siç është Top Channel, nuk e përzjodhën gjatë sezonit veror, por gjatë shtatorit unë kam informacione që po, do t'jenë pjesë e medjes. Ato preferuan që, do me thënë, verën ta kalojnë pranë vetes së tyre, pranë njerëzve të tyre të dashur dhe t'i japin energji pozitive vetes, t'i japin energji të bukur vetes dhe të na bëjnë që ne t'i duam dhe t'i duar trokasim. Kjo është arma më e bukur, ta duar trokasësh tjetrin. Selina duket shumë në formë me Gimbon. Një femër është në formë në momentin kur merr lumturinë nga një djalë, kur merr pozitivitetin nga një djalë dhe e bën atë djalin që të jetë i bekuar, dhe unë shoh një Gimbo shumë të lumtur dhe shumë të veçantë, dhe çifti ka plane shumë të bukura. Tani kam patur shumë komente o Tirana mendojnë që do ketë një martesë, kam folur për të disa të herë, çfarë presim nga çifti? Nga çifti presim vetëm kënaqësi, nga çifti presim vetëm lumturi, nuk presim gjë tjetër, ma besoni.